Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë pini çaj kamomili, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës, trurit dhe pagjumësisë. Kamomili është një barishte që përdoret qysh nga periudha aromake. Sa i përket çajit, kamomili është vlerësuar për shkak se është i pasur me flavonoid. Të gjithë këta janë antioksidant me përfitime të shumta shëndetësore. Ngërçet e stomakut. Çaji i kamomilit ka efekt antiinflamator dhe antispazmodik, i cili ndikon në lehtësimin e dhimbjeve në barkun tuaj. E pini atë në mëngjes dhe në mbrëmje për të patur rezultate nga më të mirat. Rrudhat, radikalet e lirë munden që ta bëjnë lëkurën tuaj të duket më e vjetëruar. Pirja e çajit të kamomilit mund të largojë këto toksina duke ju bërë ju që të riktheni shkëlqimin tuaj rinor. Diabeti, edhe pse nuk mund të trajtojë diabetin, ky çaj mundet që të kontrollojë simptomat, si edhe të parandalojë shfaqjen e sëmundjes. Këtë ai e arrin përmes rregullimit të nivelit të glukozës në trup. Imuniteti. Çaji i kamomilit përbën një ambient armiqësor për bakteret, andaj është një mënyrë e mirë për largimin e baktereve nga organizmi. Kjo ndihmon edhe në forcimin e sistemit tuaj imunitar, sidomos kur jeni të ftohur ose keni ethe. Çaji i kamomilit është përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë, por gjithashtu hulumtimet kanë treguar se kjo bimë shumë e dobishme ofron një sër vetish. Kur pini një çaj kamomili pas të darkës, ju do të ndjeni më të relaksuar dhe gati për të fjetur, por nuk është vetëm kjo. Kamomili ka veti të cilat në fakt ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe të humorit, mbështesin sëmundjet e kockave dhe lehtësojnë dhimbjet. Këto janë arsyet pse duhet ta përfshini kamomilin në rutinën tuaj. Ndihmon me pagjumësinë. Çaji i kamomilit është përdorur për të trajtuar pagjumësinë. Kjo është për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila është një flavonoid. Flavonoidët janë gjithashtu të pasura me antioksidant, të cilët e ndihmojnë trupin të luftojë toksinat. Ruan shëndetin e kockave. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin tuaj të kockave sepse flavonoidët e gjendura në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen. Gjithashtu kamomili mundet gjithashtu edhe të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mundet që të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë të cilat janë të prirura ndaj osteoporozës në menopauzë dhe reduktimit të estrogjenit. Lehtëson dhimbjet menstruale. Deri në 93% e grave munden që të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre dhe çaji i kamomilit mundet që të jetë një nga zgjidhjet për këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese munden që të lehtësojnë dhimbjen. Megjithatë, kamomili është i mirë sepse si energjiku dhe bimët e tjera ka efekte që lehtësojnë ngërçet. Struktura kimike e kamomilit përmban aminoacide që lehtësojnë edhe relaksimin e këtyre dhimbjeve. Ndihmon ankthin. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt dhe duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje relaksi. Ju mund të reduktoni simptomat e ankthit si pagjumësia dhe nervozizmi. Çaji, sidomos ai i kamomilit, është pjesë e momenteve tuaja ideale dhe qetësisë shpirtërore dhe asaj fizike. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se arti të shijuarit të çajit ka lindur pikërisht në Kinë, ku sipas legjendës perandori Shen Nung, një dashamirës i bimëve mjekësore, ndodhej në një pemë dhe kur shërbëtori i tij i serviri një gotë me ujë të nxehtë, gjethet e pemës ra në ujë.
Perandori e provoi lëngun dhe u befastua nga shija e saj. Çfarë është çaji i kamomilit? Ndryshe nga çaji i jeshile ose ai i zi, kamomili vjen nga një lule e bukur e cila ka aftësi qetësuese dhe nxitëse të gjumit. Lulja përmban flavonoid të cilët janë pjesërisht përgjegjës për nxitjen e gjumit. Çaji bimor me aromë frutash të ngjashme me mollën është i shijshëm dhe ka vlera terapeutike. Lulja e thatë e kamomilit do të luftojë inflamacionin, mykun, ulçërën dhe përmban shumë antioksidant. Këtu ju do të zbuloni se si çaji i kamomilit mundet që të përmirësojë shëndetin tuaj. Kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji i kamomilit është një kurë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca të cilat luftojnë inflamacionin. Pijeni çaj në mëngjes dhe në darkë kundër dhimbjeve. Pijeni çaj në mëngjes dhe në darkë kundër dhimbjeve. Nxit gjumin. Pijeni një filxhan me çaj kamomili 30 minuta përpara se ju të shkoni në shtrat. Çaji ka efekt qetësues dhe largon shqetësime të cilat të lënë pa gjumë. Migrena. Sapo ju të ndjeni trokitjen e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme që ta pini çajin kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Zorrët. Çaji ngrohtë i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të sindromës së zorrës të irrituar. Ai funksionon edhe kundër gazdrave dhe fryrjeve. Për një imunitet të fortë. Nëse ju prekeni rregullisht nga gripi apo nga e ftohura, atëherë pini 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili në ditë. Ky çaj gjithashtu shkatëron edhe të gjitha bakteret e këqija në organizëm. Kundër të djegurave. Në kohët e lashta, kamomili përdore edhe për të shëruar plagët dhe të djegurat në lëkurë. Përdorni çaj në kompresa dhe vendoseni ato në zonat e lënduara të lëkurës. Kundër rrathëve të zinj. Përdorni çajin kundër rrathëve të zinj. Çaji largon inflamacionin në lëkurë, e freskon dhe i jep asaj më shumë gjallëri. Përdorni bustina organike ose kompresa për të qetësuar syt. Zbardhja e lëkurës. Kamomili e ushqen dhe e zbardhë lëkurën. Zjeni 2 bustina organike në një çajnik dhe qëndroni sipër avullit të lëshuar duke e mbuluar kokën me peshqir. Kjo do ju qetësojë dhe do të zbardhë lëkurën. Parandalon aknet. Kamomili është plot me antioksidant që luftojnë radikalet e lira. Rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve për hapjen e porëve dhe largimin e baktereve. Kundër rënjtjeve. Pini disa filxhan me çaj për të qetësuar muskujt ose të bëni kompresa me çaj për të qetësuar dhe zbutur rënjtjen në gjymtyr. Ul sheqerin në gjak. Kërkimet shkencore konfirmojnë se pirja e 1 ose 2 filxhaneve me çaj kamomili është një mënyrë efikase për të ulur nivelin e sheqerit në gjak, përmirësuar shikimin, nervat dhe funksionin e veshkave. Irritimet e lëkurës, të djegurat nga dielli, njollat, ekzema dhe pickimet e insekteve mund të zbuten dhe të kurohen me çaj kamomili. Kontraktimet muskulare. Çaji kamomili qetëson muskujt sepse përmban glicin. Kjo substancë gjithashtu qetëson nervat dhe është e dobishme edhe kundër ankthit dhe stresit. Mirëpo duhet të dini informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pa të videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.